Zonja dhe zotrinj, përmbytja ishte një ngjarje e vërtet. Perëndia e solli përmbytjen për shkak të degradimit moral që kishte marrë dhen disa breza mbasi Adami dhe Eva, ishte dëbuar nga parajsa. I zemëruar Zoti thirrri Noen, të vetmin që kishte mbetur besnik dhe i virtytshëm. Ai i komunikoi Noes vendimin e tij, që do t'i shkatërronte të ligjt, sepse për shkak të njerëzit ishte prishur edhe toka. Por Zoti kishte vendosur ta ruante Noen me gjithë familjen e tij, edhe me gjithë gjallësat. Ndaj e urdhëroi atë të ndërtonte një vark ku mund të futeshin brenda saj të gjithë. Noja me gruan, 3 djemt me nuset, edhe nga një kafsh, do me thënë nga një qift i së cilës specie, i së cilës kafshe. Noja u bind, e ndërtoi varkën simbas për masave që i dha Zoti, edhe kur erdhi momenti i dur, u fut brenda në atë, me gjithë farën vijuese nga cila kemi rrjedhur edhe ne sot. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se erdhët. Unë po nërpres këtë performancë, sepse e ndjejmë për detyrë për të bërë një përkujtim të vogël, të shkurt. Dje është ndarë prej nesh një njeri shumë i dashtun, Enrik Qefa, një kompozitor, një muzikant, një njeri i rrugicave tona, një njeri i cili besonte se njerëzit me të vërtet mendojnë atë çfarë flasin dhe se flasin atë çfarë mendojnë. Ky njeri ka lënë mas vetes një vepër, të cilën e ka harmonizuar, orkestru, adaptu maestro Lorenzo Radovani. Është një lacrimosa, është një vepër e rrallë për kompozitorët në gjithë botën, dhe ne kemi menduar që sonte performancën ta nisim me këtë vepër që është një tjetër kohë edhe krijim i një kolegu të Zotit Lektasi, dhe ju ftoj gjithëve që ta ndëgjojmë.
Ledjen, ne jemi nga ata fatlum që mbetën gjallë nga ajo përmbytje. Jemi stërnipa të Noës, të mbijetuar nga ishi i madh që lëshoi Zoti për 40 ditë me radhë. Por unë, si person linda, në 15 prill 1929, shumë u vonë, në Athinë, imat, Koçotasi, ish antar i parlamentit dhe i qeverisë më 1921-22, emigroi në fund të 1924 si opozitar i Zogut. Me riadhësimin ton në përmet më 41 dhe në Tiranë më 42, unë nisha të studioj muzikë dhe në periudhën 46 deri 67 punova si violoncelist në radio, pastaj filharmoni dhe kohën më të gjatë në teatrin e operës. Në shkollë, krahas violoncelit, kisha sukses në hartime dhe në vizatime. Por në hartime, nga që lexonja shumë, diçka më shtynte të teorizonja dhe bile përçmonja naivitetin e shumë shokëve që tregonin historira të thjeshta. Disa edhe me gafa logjike në arsyetimet e tyre. Derisa një ditë, njeri prej tyre u tall me një fjali timen. Ishte diçka e tillë që biri s'mund të kuptoj dashurim prindërore, por do të ndjej kur të bëhet vetë me fëmijë. Mënyra si e shqiptoi, jo aq ironikisht, por si diçka që nuk i shkonte moshës tonë, çudi më hapi një endek me veten. Që një shuplak. Kalova me njerë tek e kundërta, sepse zbulova pa natyrshmërinë time. Dhe kulmi i pakënaqësisë me veten time ishte një fjalë e babait kur u bartëm nga një shtëpi në tjetrën. U fola prindërve si i kënaqur për mos dëmtimin e mobiljeve. Por plak, ma priti babai, gati me tallje. Ngriva në vend. Ishte tamam për çmim për dikë që ka humbur freskinë, i zhytur në libra ose më keqja, që u bën qefin të mëdhenjve. Më kushtoi aq fort sa më kujtuan të rastet që më diqnin, plus edhe vuajtja për figurën time fizike, i hollë, që më vonë portieri i radios e kishte përmbledhur me shprehjen Shalpirun. Këto të gjitha më dëshpëronin, por jo aq sa të frenonin energjinë e madhe të riut dhe dëshirën për të vlerësuar sendet e thjeshta tashti e mbrapa, bile deri në absurditet. Prehistoria e dashurisë time për muzikën ke një kitar në shtëpi, të cilin t'i binin daja dhe kushëriri. Tingulli i saj ka qenë dhe mbetet për mua nostalgjia vetë. Por fati më çoi te violonceli. Gishtat më bën njësoj me kallo. Por me violoncelin, mbas 2 vjet studimi, unë u punësova në orkestrën e Radio Tiranës. Fitova bukën për një kohë të gjatë. Hyrja në orkestër koincidoi me rritjen e armiqësisë së regjimit ndaj nesh. Atë kohë na arrestuan 4 veta në shtëpi. Vllain, motrën, dajen dhe kushëririn.
që i ushtuan babaj dhe xhaxhajt në burg të dënuar që më 45. Megjithatë, ato 2 vjet e ndjenja veten si me flet, sepse më mbante shpresa anglo-amerikanëve, si dhe egoizmi im prej adoleshenti. Në atë kohë ndodhi që zhbulova muzikën e madhe. Dhe e para që trokiti tek unë që Simfonia e 5 e Beethovenit. Tamam trokiti. E me qfar mund të barazhoj ajo simfoni? Me asgjë. Fati trokiste, por unë nuk ndjenja asgjë. Në qash më përfytyrua një ndërteshe vjetër aty pranë, disi baroke nga arkitektura, dhe qielli mbi të i ndriquar. Ecja me të në rrugë, isha një fatlum që vështronte nga doja habitur, me ata tinguj të ardhur së larti, mbaja sekretet e botës, mrekullin e të qenit nën aurën e gjenive. Kujtimi më i mirë që kam nga loja ime në orkestër është një solo nga Danza delle Ore e Ponkelit, të cilë me eci mirë dhe mora përgëzimet e shokëve. Por kënaqësia me muzikën e gjallë mori fund kur më pushuan nga puna. Loja me violoncelin u zëvendësua me dëgjimin në radio të virtuozëve dhe me ndonjë koncert gjallë, të rrallë. 8 vjetët që pasuan i kalova me punë krau, me përkthime dhe përsëri punë krau. Dhe rasat e anijes, Noja i gozhdonte me një durim të jashtëzakonshëm. Njerëzit rrotull çuditeshin me të. Noja ishte vërtet i çuditshëm. Sepse ai nuk po u fliste më për Zotin njerëzve. Dhe ç'është akoma më e pabesueshme. Ai po ndërtonte një atje në mal. Po, në rrëpirat e malit. Njerëzit filluan të tallen me Nojen, duke i thënë: "O Noje, po ti deri dje ishe profete dhe sot u bëre marangoz? O Noje, anije në mal?" "E po ky është i marmore", i thoshin njëri tjetrit. Burgu për familjen tonë i përkishte tashmë së kaluarës, kishin dalë dhe kishin vdekur. Në datën 14 tetor 1975 na u komunikua internimi. Isha nisur si për herë me biciklet nga dhoma ime për te Laprakës për të vajtur në fermën e stacionit trenit. Si për herë, bëra një ndales tek nëna ime për të veshur rrobat e punës. Gjeta teftën, ti me motër, që më prishte të dera. Por jo si zakonisht, ndërsa po linja bicikletën, diçka mbjeva në sytë e saj. Doja të shmangja çfarë donte të më thoshte, por ajo më dha lajmin me të butë. Po na internojnë lek 5 vjet në një fshat Lushnjës, të kanë thirrur edhe ty, të paraqitesh me njerë. Shkova dhe gjeta në korridorin e ngushtë të këshillit lagjes një tjetër fatkeq si unë që po prishte. Sa e pash, mendova me vete,
ja një nga ata për të cilët thuhet e futën brenda filanin, e hoqën me kamion filanin. Pale, u dashka pritur, mendova me gjakun në kokë. Edhe tani që po në ekin qafet brenda 24 orëve, duhet të rime të presim për jashta. Është ajo teknika bajate e mjediseve policore, e shkundjes psikologjike, që ja kanë lënë në trashëgim ushtallarët moskovit, dhe që synon t'i jap kujdo që ka punë me ta një të përzirë të lezetshme në stomak. Shtyva derën, të 4 muret e zyrës ishin zënë me njerëz të pushtetit, që s'mu duken fort të kënaqur që po i ballafaqonin me viktimat. Mu komunikua vendimi për 5 vjet internim në Grabjan të Lushës. Kur u ktheva në shtëpi, gjeta policë të derën. Me ato pak orë që në mbeteshin, jo vetëm nuk mund të dilnim më nga shtëpia, derisa të vinte makina, por dhe askush nuk mund të hynte, po të mos ishte i rrethit familjar. Dola për të fundit të erën me biciklet në rrugët e Tiranës. Vinte rrotull për shi. Mirë po të sa punë pezull duheshin kryer, si për shembull pedalet e bicikletës duheshin ndrruar. Ju afrova biciklistit një djalë i ngryshur që më kishte thënë jo, një 2 herë. Ruajta rastin dhe ja tregova punën. Ai më pa në sy dhe mi dha pa asnjë fjalë, pagova dhe ika. Data 15 tetor erdhi me shi. Nisja u bën në mbikëqyrjen e Këshillit Lagjes dhe të oficerëve të rajonit. Nga ora 8 mbaruam me bardhjen e plashkave, makina u mbush, siguruam aman midis shoferit dhe shefit të rajonit, që do na përcillte deri në destinacion dhe vetë hipëm në karroceri. Unë, im vlla Ylli dhe e shokja. Aty ul dhe polici i armatosi që do na ruante. Kështu, me shiun për jashta dhe me gjithë katandin ton brenda ati kubi lëvizës, u nisëm ngadale drejt jetës së re. Hym në Grabjan në orën kur dilnin fëmijët nga shkolla. Unë dal makina në kapanonin bosh ku ne do vendoseshim. Ndarja e hyrjeve nuk u bë thjesht e pa fjalë, sepse secili oficer deshi të favorizonte familjen që kishte shoqëruar. Futu brenda. Dhe mos luaj, më tha oficeri ynë. E kuptova që si qëndrove puna dhe hym ne të parët aty ku kishim bën kam. Kurse Luani, një tjetër internuar, mori 2 dhoma tran, pak më të vogla se tonat. Rifillova punën e kraut më 22 tetor, 75, tashmë në këtë fshat të Lushës. Më caktuar në brigatën më të largët. Kishte shumë baltë dhe galloshet më ngjiteshin në Lucë. Me zjeçja, mbas një orë rruge, arritën në parcelën e mishrit ku do punonim, unë dhe një shok i internuar. S'kishim soshur mirë akoma, kur brigadieri na mbiu mbrapa si hije. Na tregoi punën, pastaj qëndroi dhe po na vështronte derisa punonim, por me një lloj shikimi hetues. Parcela ishte një pelg i madh me ujë. Puna jon të fushnim në thesh kallin të vjelur, të bërë grumbull e t'i nxinim pastaj në krye të parcelës. Feshin e shtrydhnim mbas çdo rruge që bënim. Megjithatë kurrizhi na u lak që rrugën e parë, po për fat kishte diell dhe ja ndjenim ngrohtësinë. Shkaloi shumë kohë dhe më demaskuan. Për një shkak qesharak, pa ta punuar me Fejziun, një shokun tim, afër një djaloshi i Rom,
Ky ishte një 35 vjeç, e kishte lënë gruaja dhe shpesh vinte pa bukë në punë, sepse e gënjenin e i menin parat gjoja për t'i gjetur nushe. Kishim marrë rrogën dhe na tha ai që i mungonin 5 ditë, ndër 15 ditë. Ashtu si mua 4. U apitëm për këtë ndalesë. Mora në shënim data dhe vura re që i kishin hequr pak a shumë ato ditë që kishte punuar afër nesh. Faji im tash i qëndron për pse interesosha për ditët e tjetër kujt. Të nesërmen më thirrën në mbledhje dhe sekretari i partish mu drejtua mua. Kush të jep të drejtën ty të kërkosh llogari për ditët e tjerëve? Ka partina i. Shka nevoj t'ja gjesh ti të drejtën? Shka asgjë të keqe i thash. Toni imi qetë e nxeu, sepse i thoshte mendja se duhet të kërkonja të falur. Mu vërshul i shkuqur. Shkoj koha jote. Dhe ju drejtua brigatës, duke me treguar me gish. Këta janë plera që i ka hequr fshesa nga Tirana. Këtë fjalë nuk ta pranoj, thash, po ti përfiton se ke poshtë. Mu prigjej. Po të duesh e le dhe poshtin dhe e gjejmë ndryshe. U trondita nga ky ekspozim që më bëri në sy të gjithëve dhe po të kisha një shans të vogël, do ta pranonja me qef atë që propozonte. Po kjo gjë nuk bëj. Vata janë kova gurit për gjeshit apelit. Por pa rezultat. Ti mund të kesh të drejtë, më tha, por ai përfaqëson partinë, ka edhe gurin dhe arrën. Pas dite, takova Thoman, ish oficer i internuar, dhe ja tregova. Jeni në përpunim, më tha, prandaj jo bëjnë këto. Keni mendjen se do t'ju bezdishin edhe më. Kjo shprehje në përpunim është, si që më shpjegoj, faza kur sigurimi i bie në qafë sistematikisht dikujt për ta bërë vegël. Prerje page, kritika të dëndura, friksime, demaskime, që ai të demoralizohet dhe të kërkojë ndihmë. Këto i dinja që në Tiranë, thomaj vetëm sa mi rifreskoj. Si përfundim, e lash me aqë. S'kisha rrugë tjetër. Lidhur me anijen e Noës, më duhet ju them se ajo ishte e gjatë sa 300 pash, gjerësia 50 pash dhe lartësia 30 pash. Dhe kështu, para se të fillonte përmbytja, Zoti e urdhëroi Noën duke i thënë: ngarko në anije prej çdo lloj gjallëse nga një çift, familjen tënde dhe 3 djemt me gjithë nuset. Sa të pak ishin ata që i besonin Zotit atëherë. Gjithsej, vetëm 8 vetë. Mbas një lundrimi të gjatë në ujërat e botës, në ditën e parë të muajit të 10, niveli i ujit ra aq sa filluan të shfaqen majat e maleve. Atëherë Noja mori një korb dhe nxorri në fluturim. Korbi u soll rrotull anijes dhe pa e zgjatur shumë, ul sërish mbi të. Menjëherë Noja mori një plumb dhe e lëshoi të lirë në fluturim. Mbas pak, plumbi u kthye, duke mbajtur në sqep një deg ulliri. Noja edhe të gjithë banorët e varkës gëzuan shumë kur pan shenjat e para të jetës. Le të vazhdojmë me historinë e Teftës, motrës time. Teftën e thërishnim her pas here në zyrat të sektorit. Në kohë fushate, donin forca pune për në fush. I bënin thirrje masës që nuk ishte në marrëdhënie pune, pensionistëve dhe shtëpiakëve, dhe apelin e ktheni pastaj në detyrim. Jo aq se u duheshin krah pune, po më tepër se donin që gjithkush të bindej.
Shyrin e kishim më shumë të deklashuarit. Teftësh i dhim të koka, hyri në zyrë dhe ul me njerë në karike. Nuk mund të viju, tha, sepse veç se jam keq me sy, kam nënën plakë, si dhe 4 fëmijë të vegjël të vlezërve që duhen mbajtur. Veç për gjeshit, aty ishte Nuria, që e fuqish punëtore, Meriema gjykatëse popullore dhe Drita e shokja e Filipit deputete. Fjala e tetës nuk u tingëlloje për ullur, prandaj ngullën këmbë, por edhe ajo u mbajtën të saj, kështu u ngrit toni. Puna u zgjat dhe në fund Tefta u qua dhe u tha, ju thirrni po të doni, unë në fushë nuk dal. Bëni ç'të doni. Boll punoj në shtëpi e në dyqan presh me orë që të përgatish 4 torba për fushë çdo ditë. Përgjegjësi atëre shtoi presionin. Shikoj, tha, që në rregull ti. Ku e keni fjalën, ju kthye Tefta e nervozuar nga buzëqeshjet e grave zyrtare. Mos që jam e internuar, unë e kam përnder që jam e internuar. Dhe doli nga dera. Kështu ra në kurthin e provokimit tyre. Në 18 tetor dhe 79-ës, në thirrën mbledhje në sallën e kinemas. Populli po grumbulloi, ishte me rëndësi. Zhuri vend presidiumi, Partia e Grabianit dhe Petraq Nushi, sekretari i partisë së ndërmarrjes në Lush. U ngrit Filipi, sekretari i partisë, jemi mbledhur sot, tha, gati buzëqeshur, që të bëjmë demaskimin politik të Teftasit. Ku është Tefta? Greu këtu Teftë para popullit, atje në Temuri, dhe të shoj populli. Ja dhanë fjalën Petraqit. A i filloj të lexonte akuzën e tij, të mbushur me fjalë fyse, si e poshtër, reakcionare, amorale, bushtër, kërm. Ç'mund të bënim? Të ngriheshim? Ishte vonë, dyert ishin të bllokuara me të rinj. Ai vazhdoi me ton të lartë dhe e shtonte zëmërimin nga fundi edhe me shkum në cepat e gojës. I ati, tha, ka qenë ministri i Zogut, i dënuar nga partia si armik i popullit. Po ashtu dhe xhaxhai i saj, po ashtu dhe daja dhe i vllai. Janë familje reakcionare. Kjo nuk del punë, vjedh vrerë, shan mallin e dyqanit. Duan përmbysjen e pushtetit. Duan që të vijë këtu imperializmi, por populli u ka thyer kokën. Masa dorë trokishte, brohorishte. Zëri i holli i një plaku flokbardh, dilte për mi zhurmën me një klitme, rroftë shkon verë. Shala ngrihej në këmbë dhe shpërthente në urat gjata. Ne të tre këtu dhe Tefta atje ishim të vetëm që nuk rrifnim duart dhe e mbanim gojë mbyllur. Petraqi e ndërpreu fjalimin dhe tha me ironi, "Pale, edhe po na sfidojnë që nga ndrima." Atëre Filipi na u drejtua. "Pse nuk duart trokishti ju për shokun e mver?" Ylli ju përgjegj. "Të gjitha këto që thoni për Teftën dhe familjen tonë janë gënjeshtra." Petraqi ndëri. "Pavarësisht duhet të trokitur." Ja dhanë fjalën popullit. Ata shprehen indinjatën sikur ne të kishim shkelur të drejtat. Më i buti prej tyre tha, "Unë nuk e njoh personalisht Teftën, por ç'është ai të ecur në rrugë, sikur ka çliruar Shqipërinë." Pastaj, 2 të pleqë dhe 1 i ri kërkon i pari arrestimin e menjëhershëm të Teftës, kurse 2 të tjerët jo vetëm të sajnë, po dhe tonin, me që nuk duar trokitëm. I dyti kishte një habi të thellë të vizatuar në fytyrë kur pyeste, "Të mos duar trokesësh për shokun e verë, po si ju bëka?" Një tjetër, antar e partie u ngrit
në romuzhet e qunave dhe tha me një zheburi, kësaj nuk ju pëlqejnë zhazhavatet e shtetit, qa do kjo? Apo do kohën e belerove? Niveli i ujit ulej dukshëm dita ditës. Noja dërgoi sërish plumbin, por ai nuk u kthye më. Me siguri po ndërtonte diku folen. Jeta në tokë sapo kishte rifilluar. Atëherë Zoti i foli Noes duke i thënë: zbriti nga varka të gjitha kafshët. Zbrite edhe familjen tënde. Qofshi të bekuar. Shtohuni e shumoni. Noja, i njohës ndaj Zotit, i bëri flia atij. Dhe Zoti i kënaqur nga devotshmëria e Noes, premtoi se kurrë më nuk do ta shkatronte tokën dhe nuk do ta mallkonte për shkak të njeriu. Kështu përfundoi udhëtimi i Noes, por udhëtimi ynë ende nuk ka përfunduar. Me këto që ju thashe, që të tjera mbaroi mbledhja, kur dolëm, na shanin fashist, balist, tradhtar. Teftës i erdhi një shtyrë fort nga mbrapa. E futën më mes, po sa u larguan pak, më goditi një gur në kokë, vura dorën dhe djeva gjakun. Me njerë një gur i madh në brinjë, më mori frymën. Atë çast ylli mori një gur nga poshtë, ju kthye në drejtim të tyre dhe u tha: të dalë këtu, morë një të poshtër. Ata u shtepën, por sa këthyem kratë, ata vazhduan të na bien në ato 100 metra që na ndanin nga shtëpia. Kaluam kanalin si mundëm dhe kur arritëm në shtëpi, pam që ylli ishte plagoshur. Gjaku i rrifte në 5-6 rëket të holla nga të gjitha anët e ballit, i goditur në majtë të kokës. S'mund t'i bënim gjërë, sepse me të futur në shtëpi, filloi bombardimi të kërças dera dhe çatije prej llamarinën nga gurët, dhe me njerë u thye xhami i parë. Fikën dritën dhe zbrazën tavolinën nga të gjitha që kishte. U mblodhën midis portës dhe murit ndarës. Në çdo vend tjetër kishte mundësi të na qellonin nga hapësira e dritares, e cila shumë shpejt mbeti pas një xham. Fëmijët, 2 të vegjël s'merrin vesh gjë, 2 të mëdhenj rinin të habitur, të mbledhur të gjithë te gjyshja e tyre. Qëndruam të grumbulluar ashtu në errësirë, duke dëgjuar gurët që binin nga 1 nga 2 me batare. Pak më vonë, u dëgjua Vasili, kryetari i frontit, e thiri: o ylli, hape pak portën. Gurët ndaluan. Ndezëm dritën dhe i futën brenda. Ishte me gjithë ndihmën e mjekut, një tip ironik që buzëqeshte sikur s'kishte ndodhur gjë. Shikoni mërë këtu, tha, ç'bëhet, tha mamaja, me inat, dhe i tregoi kokën e yllit edhe dhomën e shkatruar. Vasili vështroi rrotën me një farë keqardhje, por nuk guxoi të fliste. Vetëm i bëri shenjë infermierit, i cili hapi çantën dhe na mjekoi, por me mos përfilje. Me të larguar ata, gurët rifilluan dhe spushuan as të nesërmen, kishte data 16, datë lindja e Enverit. Shkolla me këtë rast i lëshoi fëmijët para kohe, dhe kështu festën ata e bën aty duke hedhur gur neve. Nuk dinim ç'rrugë do të merrte puna, s'kishim as të hanim, po për fat na sholli liria e Bardhkupit 2 bukë. Ylli doli, që në mëngjes, i fashuar në kokë, i bëri telegram ministrish dhe në drejt poshtoi edhe një letër të mamas. Fëmijët vazhdonin akoma të na iknin gurë. Siç dukej, mbas të rinjve e kishin radhën të vegjilit të edukoheshin me urrëtitjen klasore. Ndërkaq Tefta, me marazhin që nuk e lan të përgjigjej në shallë, i shkroi një letër sekretarit të partisë, duke i thënë se përdorimin e fjalëve të ndyra ju e quani demaskrim politik,
apo në gjitjen e rinish në rrugën e huliganizmit e quani edukim. E poshtua me njerë letrën e saj dhe bëm mirë, e dinim si vdekja që sekretari do të dorëzonte më lartë. Ishim iluzion, afër drekës erdhi operativi dhe na njoftoi ka ardhur kryetari Dekës dhe do të takoj Teftën. Unë ishëm të tre, po kur arritëm në zyrat, na ndanë. Mua me Ylin, operativi na çoi djathtas dhe sa po ulëm, na tha, ne Teftën e arrestuam. E tushi së bashku me një polis më morën mua pasaj edhe më qua në shtëpi për kontroll. Mu dhimsh mamaja atë qas kur ja dhash lajmin. I ndërrua fytyra, por e mbajti veten. Kontrolli u bë në heshtje dhe për fat të mirë i përqipt. Si mbaruam, u kthyem në këshill, e tushi bëri proces verbal në gjerave që mori, qa fletore të mjetë, firmoshëm të dy dhe pastaj unë zhbrita poshtë te porta u gjeta Ylin. Makina e Dekës priste aty. Mas pak një polis tjetër doli në krye të shkallëve dhe Tefta mbasti, me duar mrapa të lidhura. Ishte zbet dhe vështronte drejt përpara. Kur na kaloi pranën, na odhi një shikim të qeshur, pak ironik, por pa folur asnjë fjalë. Populli mbante heshtje. Ajo i tha e tushit, mi zgjidh duart, s'njitem dot. E tushi shfoli, Yli atëri ju ofru dhe i thiri, a e merr vesh po të thot, si pëndot. Milit për para, i tha Tefta, gati si me urdhër. Për çudi, a i mori qelçin dhe ja zgjidhi duke i thënë dhe ai me inat, ja po t'i e fare. Tefta u ngjit dhe u ul mes dy poliçve. Na bëri me shenjë të afrohemi dhe na tha, porosit, kujdes maman dhe meni sandalen e bardhë të këpuçari. Pastaj dera u mbyll me forcë dhe nuria komuniste thekur i ra derës me dorë edhe thiri. Rrof shokën verë, por pas një jehon të këtë pranishmit. Gazi u vonua pak për të nishur dhe ne arritëm në shtëpi para se ai të kalonte andej. Dhe ura e kanalit kishin dalë mamaja me një fëmijë. Kur makina po merr të kthesën, Tefta na e bëri me dorë dhe qeshi që prapa xhamit, si nga një negativ fotografie. U mbyllëm në shtëpi dhe tani s'na binin më me gur, përveç në i çuni fare të vogël që s'dinte gjë. Rinim të mërzitur dhe pa folur. Për njerëz aktori, djali 3 vjeçari Yli, filloi të qaj, e mori policit e ta Teftën. Teftën e mbajtën 3 muaj në etushi, ju rrezikua jeta nga rënje e tensioni për shkak të ushqimit të dobët, pa fije e kripës. U dënua 8 vjet, për bëri 3 vjet në kamp pune dhe u lirua para fatit me amnisti. Dhe kështu zonja dhe zotri, kur Noe doli nga varka bashkë me familjen dhe kafshët, Zoti u tha, po ju jap gjithçka në dorën tuaj. Kafsh, peshq edhe zoq do t'ju a kenë frikën. Ç'do me thënë kjo, Zoti Leka? Do me thënë liri, njeriu u bë padroni botës. Edhe si mbas jush, si e përdori njeriu pushtetin edhe lirin? Po ja, lirin që na dha Zoti, ne ja mohuam njeri tjetrit. Ambicia për pushtet e shtyn njeriun edhe sot me vrasje, edhe të llahtarshme. Mirë po, të kujtohet që i tha Zoti Noes në fund? Jo. Kushdo që derdh gjakun e njeriut, prej njeriut do t'i derdhet gjaku.
Shumë ngjarje rrodhën në vitet në vijim dhe si përfundim ata u kthyen familjarisht në Tiranë më 1990. Leon Lezha, një shok i vjetër i yllit, i ofroi bujarisht një dhomë të shtëpisë së tij, ku vendosën maman dhe teftën. Ishte pikërisht 2 korrik, dita kur njerëzit turreshin me mira nëpër ambasada. Mamaja e tyre vdiq në janar të vitit 1994. Tefta u zgjodh në mars të 1991 sekretare e kryesaqatës së ish të përndjekurve, ku shërbeu për disa vjet por pa mundur të realizonte kërkesat e të ardhurve nga burgjet dhe kampet. Problemet e tyre, edhe sot e kësaj dite, kanë ngelur të pasgjidhura. Tefta vdiq në tetor të vitit 2000. Napoleoni u kthye familjarisht në Tiranë më 2005, mbas 45 vjet dëbimi në Shkodër dhe vdiq në korrik të 2006. Ylli emigroi familjarisht në shkurt të 91-shit në Greqi, ku punoi dhe mundi të nxjerr patentë evropiane dhe amerikane për shpiken e tij motor i ri pa kollodok. Kurse zoti Leka u emërua inspektor në sekretariatin e FES në gusht të 91-shit dhe shërbeu aty deri në 98-ën. Botoi një roman në 2004-ën, Korridori me vetrat, gjithashtu në 2009-ën botoi Kujtimet nga internimi në librin me titull Grabiani rrës kodrave. Aktualisht merret me pikturë dhe rrallëherë me publicistik. Miru pafshim dhe faleminderit.